Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Rozana bën deklaratën e papritur për Gjestin. Pas përfundimit të Bigut, Rozana Radi ka ndarë mendimin e saj pa filtra për fituesin e këtij edicioni Gjestin. Në një prononcim të fundit, Rozana u shpreh se ndonse ajo vetë u mërzit që nuk fitoi çmimin e madh, e përgëzon Gjestin për fitoren dhe i uron që ajo t'i shërbej si një trampolin në rrugën artistike. U mërzita që nuk e fitova vetë çmimin, por i kam thënë Gjestit se kush e fiton është e merituar. Ta gëzoj dhe t'i shkoj sa më mbar, t'i shërbej si një trampolin në karrierë, u shpreh këngëtarja.